Koncepti për vektorët, mbledhja dhe zbritja e vektorëve. Mallësitë fizike ndahen në mallësi skalare apo në skalar, që shkurt shënohen skalar, dhe në madhësi vektoriale apo vektor. Disa madhësi fizike janë përcaktuar tërësisht nëse janë të njohura vlerat e tyre numerike. Pra numri dhe njësia matëse e tyre e përcakton mallësinë fizike. Mallësitë e tilla fizike quhen mallësi skalare apo skalar. Për shembull, masa që shënohet me m, nëse themi është 5 kg, atëherë ajo është përcaktuar vetëm me numrin dhe njësinë matëse. Pastaj temperatura që shënohet me të, ne supozojmë se është 37 gradë Celsius, apo vëllimi i ndonjë trupi që shënohet v barazi me supozojmë 2 metra kob, pastaj këndi në rrafsh, ngarkesa elektrike e kështu me radhë, janë të përcaktuara tërësisht nëse dihet vlera e tyre numerike. Mallësitë skalare shënohen me shkronja greke apo me shkronja latine, ashtu siç janë paraqit këtu. Llogaritja me skalar është e njëjtë sigurisht ajo në matematik, por këtu duhet pasur kujdes në shndërrimin e njësive në njësi themelore ose në njësi të nxjerra. Për shembull, nëse vëllimi ipet në njësinë litër, për shembull 5 litra, atëherë duhet litrat të shndrojmë në metra kub, sepse litri nuk është njësi ndërkombëtare e vëllimit, edhe pse ajo lejohet të përdoret e zakonisht përdoret për matjen e lëngjeve. Por një numër i madh i mallësive fizike nuk mund të përcaktohet vetëm me vlerën e vet numerike, pra vetëm me intensitetin. Mallësitë e tilla janë për shembull forca. Nëse forcën e shkruajmë me një vlerë numerike prej 50 newtonave, atëherë këtë e kemi përcaktuar vetëm si skalar apo si intensitet të forcës, pa e ditur se forca si ka veprue mbi një trup. Po ashtu edhe rrugën nëse e shkruajmë me një vlerë, një fjala 200 metra, apo shpejtësinë e një trupi prej 100 kilometrave në orë, ose nxitimin e trupit apo nxitimin e rëndësisë së tokës, për shembull 5 metra për sekond katror, e kështu me radhë, mallësitë e tilla nuk mund të përcaktohen në tërësi vetëm me vlera të tilla numerike, sepse mbi një trup nëse themi ka vepru forca, ne nuk e dim, supozojmë se këtu është një trup, dhe le të supozojmë se në të ka vepru një forcë për 50 newtonave, nuk e dim se në çfarë drejtimi ka vepru forca, pra e ka shty trupin, e ka tërheq, e ka ngrit lart, apo e ka shty të poshtë. Por forca mund të veprojë edhe në këtë mënyrë. Prandaj, veprimi i forcës mbi një trup nuk është i mjaftueshëm të kuptohet vetëm nga vlera e tij numerike. Dhe mallësitë të cilat përveç intensitetit kanë edhe drejtim dhe ka njihen si mallësi vektoriale apo vektor, për të cilët do të flasim në pjesën e dytë të kësaj njësie mësimore. Po vazhdojmë me pjesën e dytë të konceptit për vektorët. Në pjesën e parë treguam për ndarjen e mallësive fizike, thamë se ato ndahen në mallësi skalare apo skalar dhe në mallësi vektoriale apo vektor. Mallësitë fizike të cilat karakterizohen vetëm me vlerën e tyre numerike dhe njësinë e tyre, thamë se quhen skalar. Ndërkaq ato mallësi fizike të cilat vetëm me vlerën e vet numerike dhe njësinë nuk janë të përcaktuara plotësisht,
ku nevojitet të dihet edhe drejtimi dhe kahu I tyre, atëherë mallësitë e tilla bëjnë pjesë në grupin e dytë të vektorëve, siç I përmendëm disa forcën, rrugën, pastaj shpejtësinë, nxitimin, fushën fizike e kështu me radhë. Por si mund t'i definojmë vektorët? Le të supozojmë se në këtë figurë kemi paraqit një vektor me ngjyrë të kuqe për ta dalluar, duke supozuar se vektori fillon nga kjo pikë, të cilën do ta shënojmë si pika A. Dhe njëherët kjo pikë quhet pikë e zbatimit të vektorit. Le të supozojmë se ky vektor paraqet një forcë dhe në pikën A ka qenë pika e zbatimit të forcës. Segmenti I orientuar mund të njihet si vektor. Po cilat janë karakteristikat e vektorit? Karakteristikat e vektorit janë drejtimi, kahu, intensiteti dhe pika e zbatimit. Kush e tregon drejtimin e vektorit? Drejtza në të cilën shtrihet vektori është drejtim I atij vektori. Kahun e vektorit e tregon shigjeta e atij vektori, kjo që është paraqit këtu. Intensitetin e vektorit e tregon gjatësia e atij vektori, pra aty ku ka fillu deri aty ku përfundon është intensiteti I vektorit. Pika e zbatimit është pika A. Në qovë se ky vektor është zhvendos në këtë vektorin tjetër, atëherë themi se pika e zbatimit mbi këtë vektor ka ndikuar që në këtë vektor të kemi të zhvendosur. Vektorët simbolikisht I paraqisim përpos simbolit të mallësisë fizike, mbi të paraqisim edhe një shigjet. Kështu, nxitimi, në qoftë se paraqitet me shigjet, është vektor. Në qoftë se paraqitet pa shigjet, është skalar. Po ashtu, forca, paraqitet si vektor dhe do të shkruhet me shigjet nalt, ndërkaq në qoftë se paraqitet forca pa shigjet nalt, atëherë do të jetë vetëm si skalar, që do të thotë se kemi paraqit vlerën e tyre numerike. Po skalarët, përpos që mund të paraqiten pa shigjet, ata mund të paraqiten edhe simbolikisht në vlerë absolute. Pra, le të supozojmë vektori A, në qoftë se shkruhet në vlerë absolute, është identik sikur të shkruhet në këtë formën pa shigjet. Ashtu vlen edhe për forcën, për shpejtësinë e kështu me radhë. Vektorët mund të mblidhen, të zbriten dhe të shumëzohen, por jo dhe të pjestohen. Prandaj për mbledhjen e vektorëve dhe zbritjen e tyre do të mësojmë në pjesën vijuese të kësaj njësie mësimore. Koncepti për vektorët, mbledhja dhe zbritja e vektorëve. Po vazhdojmë me pjesën e tretë të kësaj njësie mësimore, ku nëse keni kuptuar në njësinë e parë dhe të dytë, sqaruam se vektorët janë segmente të orientuara. Dhe karakteristikat e vektorëve thamë se janë drejtimi, që tregon drejtja në të cilën shtrihet vektori, kahu, që është shigjeta e vektorit, intensiteti, gjatësia e vektorit dhe piknisja e këtij vektori, për shembull pika A. Këto ishin karakteristikat e një vektori. Në qoftë se ai është zhvendos nga kjo pozitë dhe ka arrit në pozitën tjetër A', atëherë themi se vektori
ka ruajt drejtimin të cilin e ka pas, intensitetin, po ashtu dhe kohën. Po si mund t'i dallojmë dy vektorë në qoftë se ata janë paraqit? Vektorët mund të jenë të barabartë dhe për dy vektorë themi se janë të barabartë atëherë kur ata kanë drejtim të njëjtë, kohën e kanë të njëjtë dhe intensitetin e tyre e kanë të barabartë. Pra për dy vektorë themi se janë të barabartë kur kanë drejtim të njëjtë, kohë të njëjtë dhe intensitetin e kanë të barabartë. Po vektorët mund të jenë edhe të kundërt në mes veti. Për dy vektorë themi se janë të kundërt në mes veti në qoftë se ata kanë drejtim të njëjtë, por kohet i kanë të kundërta. Pra shihet se këta dy vektorë në mes veti kanë kohe të kundërta që tregon shëgjeta e tyre. Dhe themi se dy vektorë janë të kundërt kur kohet e tyre i kanë të kundërta, pa marrë parasysh intensiteti i tyre. Në këtë rast kemi dy vektorë të cilët kanë intensitet të barabartë, por kohet i kanë të kundërta, prandaj themi se vektorët janë të kundërt në mes veti. Ekziston edhe një krahasim i tretë i vektorëve, të cilët themi se mund të jenë të ndryshëm në mes veti. Dy vektorë janë të ndryshëm në mes veti në qoftë se drejtimet e tyre janë të ndryshme. Pra, dy vektorë janë të ndryshëm në mes veti në qoftë se ata nuk kanë drejtim të njëjtë. Pra siç shihet, këta dy vektorë kanë drejtime të ndryshme, pa marrë parasysh intensitetin e tyre sa kanë. Në këtë rast, shohim se intensiteti i këtyre dy vektorëve nuk është i barabartë, por edhe po të ishte intensiteti i barabartë, drejtimet i kanë të ndryshëm, prandaj vektorët me një fjalë quhen edhe vektorë të ndryshëm. Pra, përmendëm rastet kur vektorët mund të jenë të barabartë, në qoftë se tham kanë drejtim të njëjtë dhe kohë të njëjtë, si dhe intensitetin e barabartë, vektorët e kundërt në qoftë se kohet i kanë të kundërta, pa marrë parasysh intensitetin e tyre, ndërkaq janë të kundërt në qoftë se drejtimin e kanë të njëjtë për kohet e kundërta, dhe grupi i tretë i vektorëve është ai i ndryshëm në qoftë se vektorët kanë drejtime të ndryshme, pa marrë parasysh intensitetin dhe kohën të cilën e kanë, vetë drejtimi i bën që ata të jenë të ndryshëm. Ne thamë se vektorët mund të mblidhen. Në qoftë se vektorët janë të barabartë, si ata dy vektorë do të mblidhen? Ne kemi marrë një shembull të cilin do t'ua sqarojmë. Le të supozojmë se kemi dy vektorë, pra le të jetë ky vektori i parë, të cilin do ta shkruajmë F1, dhe vektori i dytë, të cilin do ta shënojmë me F2. Siç shihet nga figura, këta dy vektorë kanë drejtim të njëjtë, gjithashtu i kanë edhe kohet e njëjta. Intensitetin nuk e kanë të barabartë, por këta dy vektorë mund të mblidhen. Vektorët me kohë të njëjtë mblidhen duke e paraqit vektorin e parë, pra në këtë rast ky vektori F1, dhe aty ku ka përfundu vektori F1, në atë pikë fillon vektori i dytë F2. Dhe rezultantja e këtyre dy vektorëve do të jetë e barabartë me shumën e vektorëve F1 dhe F2, që do të thotë se këta dy vektorë mblidhen në mes veti, ashtu që intensitetet e tyre sa do që të jenë, do të mblidhen matematikisht, që mund të supozojmë se vektori F1 është
5 newton, vektori I dytë le të supozojmë se është 8 newton dhe vektori rezultant apo rezultantja e tyre do të jetë sa shuma e dy vektorëve 8 plus 5 13 newton, që I bie se vektori rezultant I mbledhur për dy vektorët F1 dhe F2 është 13 newton. Po ashtu, thamë se vektorët mund të jenë të kundërt në mesveti. Janë të kundërt në mesveti në qoftë se kohët e tyre janë të kundërta, pa marrë parasysh intensitetin e tyre sakën. Dhe mbledhja e tyre bëhet ashtu që shkruhet vektori I parë, për shembull vektori A, po shkruajmë këta vektori A, ndërsa tjetrin po shkruajmë vektorin B. Dhe aty ku ka përfunduar vektori I parë, fillon vektori I dytë, I cili tani ka të kundërt me vektorin e parë dhe ky vektori FB do të jetë në të kundërt me vektorin e parë. Rezultanti atyre do të gjendet në qoftë se supozojmë se vektori I parë FA të jetë 5 newton, vektori I dytë që është shkruar me F indeks B 8 newton, ndërkaq rezultantja e tyre do të jetë 8 minus 5 3 newton, që I bie se në qoftë se në këtë pikë A ka vepruar një forcë sipas vektorit të parë, por në të njëjtën kohë është shfaqur edhe një forcë tjetër B, e cila ka vepruar po në atë pikë dhe rezultantja e këtyre vektorëve është nga pika 0 deri te pika B. Dhe kjo gjatësi paraqet rezultantën që në këtë rast është F1 plus klapasht minus F2. Sigurisht se këta janë vektor dhe këta dy vektor kur të mblidhen, pra do të del barazi, F1 është 5 newton, përkatësisht FA-ja është 5 newton, plus minus 8 newtona. Minusi para 8-shit, 8 newtonave, tregon se kohu I vektorit B është I kundërt me vektorin A. Dhe 8 minus 5 është 3 newton. Nëse shkruajmë minus 3 newton, tregon se zhvendosja e trupit është bërë në anën e kundërt me vektorin FA. Çfarë do të ndodhë në qoftë se dy vektor janë të ndryshëm në mesveti? Si ata do të mblidhen? Mbledhja e vektorëve kur në mesveti formojnë kënde mund të mblidhen në njërin prej dy metodave të cilat u paraqisën. Mbledhja e vektorëve sipas paralelogramit dhe mënyra e dytë është mbledhja e vektorëve sipas poligonit të vektorëve të dhënë. Për këto dy mënyra të mbledhjes së vektorëve do të flasim në njërin prej njësive të ardhshme mësimore.